Tre pemët. Tre pemë jetonin pranë njëra tjetrës në pyll, duke diskutuar dhe bizeduar çdo ditë rreth planeve dhe ëndrave të secilës. Pema e parë thoshte: "Një ditë unë do të shndrohem në një sënduk që mban xhevahire të shtrenjta, florie dhe margaritar. Do të jem një sënduk që të merr syt nga bukuria dhe vlera." Pema e dytë thonte: "Kurse unë një ditë do të bëhem anija e madhe, ndoshta anija më e madhe e kohës. Do të lundroj në oqeane duke transportuar mbretër, perandore dhe njerëz fisnik nga një vend në tjetrin. Të gjithë do të ndihen të sigurt në bordin tim, fal fuqisë dhe elasticitetit tim." Pema e tretë ndërhynte dhe thonte: "Unë dua të mbetem pemë lart mbi këtë kodër, këtu ku jam, që të më shohin njerëzit. Dua të jem sa më e gjatë, të ngjitem drejt qiellit mundësisht. Atëherë do të shndrohem në simbolin e pemës më të gjatë dhe pse jo, edhe pema më e vizituar nga turistët." Disa vite më vonë, të mbushura me lutje dhe ambicie për realizimin e këtyre ëndrave, pranë këtyre pemëve kaluan disa druvar. Njëri prej tyre ju afrua pemës së parë dhe tha: "Më duket se është një pemë e fuqishme. Kush e di sa do të fitoj kur t'u ashes drurët e saj marangozve." Dhe menjëherë ja filloi punës për prerjen e pemës, e cila nga ana e saj dukej e lumtur, pasi ishte më pranë se kurrë nga realizimi i ëndrës së saj. Ajo ishte e bindur se marangozi do të bënte një sënduk të mrekullueshëm për mbajtjen e thesareve të çmuara. Druvari tjetër ju afrua pemës së dytë dhe tha: "Më duket e fortë, do e shes tek ndërtuesit e anijeve." Kur dëgjoi këto fjalë, pema e dytë gati sa nuk fluturoi nga gëzimi. Ëndra e saj po realizoi dhe së shpejti do të bëje një anije me të cilën do të udhtonin mbretër dhe princër. Kur druvari ju afrua pemës së tretë, ajo u ndje e kërcënuar, pasi ndjeu se ëndra e saj po shëmbej sa hape mbyll syt. E si mund të përmbushej ajo ëndër e bukur, nëse druvari do e priste? Kur erdhi në vete, pema e parë e gjeti veten të ndarë në terrasat vogla, ndërkohë që nga degët e saj hanin disa bakti. Ajo buzëqeshi i dhimbshëm, pasi nuk ishte kjo ëndra që kishte ëndërruar kush e di sa kohë. Me terraset e saj u ndërtua një depozit drithrash për baktin. Sa kaq pema e dytë u nda në copa të vogla, edhe me të u bë një varg e vogël peshkimi. Sigurisht lëngoi edhe pshertiu gjithë keqardhje, pasi nuk i ishte realizuar ëndra për t'u bërë një anije me të cilën të lundronin mbretërit edhe njerëzit e sojit të lartë. Pema e tretë u nda në pjesë të mëdha dhe u la krejt vetëm për disa vite me radhë. Pothuaj të tre pemët i kishin harruar tashmë ëndrat e tyre të vjetra. Një ditë pronari i atyre viseve u bë me fëmijë. Gëzimi i tij dhe i gjithë familjes ishte i madh. Menjëherë ai shkoi tek depozita e drithrave, i hoqi drasat e pemës së parë që andej dhe me to bëri një djep të vogël, të cilën e gdhëndi bukur edhe e leu me një bojë të shndritshme. Djepi duhej bërë sa më i bukur edhe i rahatshëm, pasi do të mbante dhe lëkund pjestarin më të ri të familjes. Pasi djepi ishte gati, pema e parë u ndje e vlerësuar dhe e rëndësishme. E si jo, ajo do të mbante atë krijesë të mrekullueshme, atë thesar të cilit nuk i afrohen mbar thesaret e kësaj bote. Një ditë peshkatari mori vargën e tij të ndërtuar me trungun edhe degët e pemës së dytë dhe u nis për peshkim. Ata e gjeti nata në një vend ku nuk kishte shkelur dhe lundruar asnjëherë. Natën e kaloi në mes të detit, duke u lutur, falur dhe përgjëruar me përhumbje. Atë natë pema e dytë e kuptoi se kishte mbajtur një njeri, i cili ishte më i rëndësishëm se mbretërit edhe perandorët. Një njeri që njihte, besonte dhe i lutej Zotit, një njeri punëtor dhe familjar të përkushtuar. Në fund erdhi dikush tjetër, edhe trungjet edhe degët e pemës së tretë i bëri shtylla mbi të cilat vendosi kandila, me të cilët u ndriçuan rrugët e një fshati. Padyshim që gëzimi i pemës së tretë ishte i papërshkrueshëm. Ajo e ndjeu veten të vlerësuar me faktin se do u ndriçonte rrugën njerëzve. Ajo që sapo i kishte ndodhur ishte diçka më e bukur se ëndra e saj. Morali mund të ndryshojë kajen, plani edhe ëndra që kishe në jetë, por mos e humb shpresën, sepse Zoti do të vendosë një plan më të madh dhe më të dobishëm. Prandaj mbështetju Zotit dhe ki besim tek ai.